Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona i takojnë Allahu mëndosëm, selavatet, bekimet për Muhamedit alayhis salam, po vazhdojmë me tutje ta plotësojmë atë që nisëm në ligjëratën e parë. Ajo është si më thonë nevoja për udhërrëfyes, libra dhe hartë. U munduam para shumë vjet rashë gjithmonë në mënyrë kështu përgjithësuese të flasim rreth kësaj nevoje të patjetërsueshme që i duhet umetit, popullit, i duhet një kombi, një shoqërie, një populli që realisht don sukses, don ndërtim, don domthon progres, ka synim domthon për një mend që të ecë, që të zhvillohet edhe që të prosperohet. Realisht nevoja domthon për udhërrëfyes, libra dhe hartë. A kupton? Dhe realisht Allah i mëndueshëm e sill këtë përvojë të Musa alayhis salam me Beni Israil. Dhe wa atayna Musa al-kitab. E sill Musa alayhis salam, për nevoja që të kemi udhëheqës, të kemi prish, të kemi hierarki, dhe këtë Allah i mëndueshëm e cek kështu në mënyrë më të theksuar tek surja Hujurat. Në anën tjetër wa atayna Musa al-kitab, sikur se Allah i mëndueshëm e sill nevojën e patjetërsueshme të prishit, të udhëheqësit, pikërisht për shkak se nganjëherë dhe libri nuk kuptohet, edhe nuk kumtohet tamam, edhe siç duhet, vetëm se nëpërmjet prishit edhe udhëheqësit ose atij përçuesit ose atij ndërmjetësit, i cili është i deleguar nga ana Allahut mëndueshëm. Pastaj e sill librin el-kitab. Realisht nuk është shumë e rëndësishme emri, sa është e rëndësishme domthon përmbajtja e atij libri. Andaj e vëllezër, këtë defekt edhe këtë koklavitje edhe këtë, si më thon, këtë përçapje e gjejmë subhanallahu domthon tek muslimanët. Muslimanët janë shumë të ngashnyer ose shumë të dhënë, kupton, mbas emrave, mbas nocioneve, emërtimeve dhe ku diun titujve. Nuk janë, domethën, kanë më shumë kështu prirje që të anojnë nga ana ose të ato gjërat që, si më thon, përmbajnë më shumë imazhe. Sesa realisht këshilla, mesazhe, orientime. Realisht Kur'ani i flet mendjes. Afala taqilun, afala yatadabbarun al-Qur'an. Domthon afala yaqilun, e kupton? Domthon vazhdimsi Allah i mëndueshëm i qaset edhe i përqaset mendjes. Jo imazhet, a kupton? Jo gjërave të gatshme. Ne nxit muslimanin që të mendoj, ose që të logjikoj, që të meditoj, kështu më radh. Andaj wa atina Musa al-kitab wa ja'alnahu huda. Kur'an dhe domthon Tevratin Allah i mëndueshëm e ka bërë huda, e ka bërë udhëzim, e ka bërë dritë, e ka bërë, si më thon, mërgjiie, domthon burim të pashtershëm, të pazëvendësueshëm, për secilin problem, për secilin sfidë e kështu me radhë. Dhe një piveçori wa ja'alnahu huda, domethënë ai libër është, si më thon, në vazhdimsi, është prezant, është valid, nuk devalvon asnjëherë. Kjo është pak a shumë si më thonë. Allah i mëndueshëm tek surja Isra i sill Beni Israilit si shembull edhe si teknologji, mbi gjitha e synon domethënë që ne të marrim mësimet edhe përvojat atyre në mënyrë që mos të bijëm edhe mos t'ju përngjajmë atyre, në mënyrë që ta kemi fundin edhe fatin e njëjtë. Dhe në anën tjetër i sill Kurejshët. Pra Kurejshët i kishin të njëjtat probleme, edhe si më thon, i përfatsonin bindjet edhe qëllimet edhe punët edhe sistemin e njëjtë me cilin përshkoheshin edhe Ben Israilet në atë kohë. Andaj Allahu thot wa qadayna ila bani Israila, shife e sill nevojën e udhëheqësit, liderit, hierarkisë, e sill librin e kështu me radhë. Në anën tjetër i sill Ben Israilit, domethënë e sill sjelljen e tij, sjelljen e tyre ka shik di librin. I sill ata në fond dhe nëpërmjet tyre, si më thon, na merr edhe neve që ta shohim domethënë këtë pamje, këtë sjellje, edhe këtë sistemim të jetës, të problemeve, të padrejtësive, ndodhive, problematikave, sfidave kështu me radhë, se si realisht ata janë sillur, se si kanë bashkëvepruar, ose se çfarë vendimesh kanë marrë, a kupton, dhe se si janë sillur në raport me ata të cilët i kanë të kaluar ligjet, i kanë thyer rregullat, si më thon, i kanë bërë kashillok, i kanë dalur mballë kushtetutës e kështu me radhë. Andaj wa qadayna ila bani Israila fil kitab. Pra e sill librin, e sill domethënë nevojën edhe më të patjetërsueshme që një shoqëri duhet lidhet domethënë me këtë libër, nëse realisht synon edhe me të ketë sukses edhe progres. Por me i kuptu më shumë Ben Israilit,
sesa ose para se të flasim për Kurejshet edhe ato bindjet edhe mendësitë e tyre, le të kthehemi pak vetëm tek surja Bakara. Se këtu unë e kam shkruar si shembull surën Bakara, Kurejshet ben Israilit edhe kanë sill muajin e Ramazanit edhe domethënien e tij. Allah i mandueshëm tek surja Bakara i sill disa kështu le themi vrejtje karshi ben Israilit. Spari thotë ja ben Israil dhkur ni'metin lati an'amta alaykum. Spari u përmend mirësitë e tij dhënë atyre. Wa ufu bi ahdi, shifa subhanallah. Si ndalidh më një herë domethënë me atë domosdoshmërinë e qenit besnik, besnik edhe deri në fund domethënë i përgjithshëm karshi amanetit detyrës edhe beslidhjes edhe besës edhe premtimit edhe marrëveshjes. Wa ufu bi ahdi. Domethënë që të rëni besnik edhe përmbusheni marrëveshjen deri në fund. Ufi bi ahdikum, në mënyrë që edhe unë domethënë ta përmbushi domethënë besën time, fjalën time, le të themi përveç fjalës edhe besës, edhe atë premtimin që kam dhënë juve, wa iyaya farhabun, pastaj i nxit që Zoti i Madhërisht mund t'i friksohen, ta kenë ndrojë kështu radhë, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Këto domethënë pas Allah i Madhërisht i ballafaqon me diçka që ka qenë në cilin e kam poseduar si vlerë edhe si pesh në të kaluar, thotë wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Besoni domon këtë libër ka për qëllim Kur'anit, i cili është vërtetues i asaj çka ju e posedoni, domethënë për Tevratin. Shifë domethënë ndërlidhjen edhe atë domethënë kompaktësinë që ekziston mes Kur'anit edhe Tevratit, ose thënë përgjithësi edhe mes librave qiellor, kështu domethënë në tërësi. Wala takunu awwala kafirin bih. Në anën tjetër i nxit, mos u bëheni mohues të këtij libri. Domethënë mos ju prini njerëzën në mëkat. Mos ju prini domethënë njerëzën në gjëra të pahishme, në gjëra të këqija e kështu me radhë. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dhe mos i shitni, mos bëni tregti me ajetet e Zotit, domethënë për shkak të një kështu domethënë dobie ose për shkak të një çmimi, apo që ua kanë premtuar të tjerë, i cili është i vogël, është domethënë i pavlerë, është i parëndësishëm, wa iyaya fattaqun. Dhe mua domethënë fiksomuni. Wala talbisul haqqa, shifë domethënë se si wala talbisul haqqa bil batil. Mos e përzini. A kupton të vërtetën me të kotën. Wa taktumul haqq, sepse nëse e përzini të vërtetën me të kotën, a kupton ju domethënë me automatizëm, automatikisht domethënë ju e fshihni të vërtetën, wa antum ta'lamun, a kupton? Wa taktumul haqq, dhe që ta fshihni të vërtetën duke e ditur. Këshill, wa aqimus salat, falni namazin, wa atuz zakat, dhe japni zakatin. Lidhje me Zotin dhe lidhje, respekt edhe bujari edhe mëshirë me krijesat warka'u ma'ar-rakin, modesti. Mos bani kryelar, mos bani kryeneç. Ata umurun an-nas prap kritik, ai urdhëroni domon të tjerë që të bëjnë mirë edhe e harroni veten tuaj. Wa antum tatluna al-kitab, prap libri. Nësa ju e lexoni domon ju do duhesh domon tishi shembull, busull dhe shembulltyr për të tjerët, e fala taqilun. Kur'ani flet manis. Ju imazhit, ju gjërave të gatshme. Usta'inu bis sabri was salat, që të ngriteni, duhet të keni durim edhe të lidheni drejt për së drejtë nëpërmjet namazit me Allahun e Madhërisht. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, i lidh me ditën e Kiametit. Kështu më radh për të ardhur tek Ramazani. Sepse realisht kjo sura Begat nuk përfundon kollaj, nuk e kemi të lehtë domon që të ikim për këtyre mësimeve. Pastaj e lufton mendsinë e gabuar. E tregon domon qëllimin se Allah i Madhërisht e ka zbritur domon këtë libër, dhe tek surja Isra Allah i Madhërisht i ballafaqon Kurejshet. I ballafaqon Kurejshet me mendsinë e gabuar, me botkuptimet e mbrapshta, me propagandën e tyre, me politikën e tyre domon të gabuar. Pastaj çastin e tyre kështu qëllim keq e karshi librit pejgamberit, tentativat e tyre për ta mbytur, debatet e kota, a kupton, zanafilla e problemeve, motoja e suksesit. Me le Allah mund të flasim, wa kulli ibadi yaqul lati ahsan, ekstremal. Dhe le të vim shkurtimisht flasim vetëm pak për Ramazanin, duke e përmbledhur ose duke e kuptimsuar edhe më shumë atë ligjëratën e parë edhe këtë dytën nëpërmjet kësaj. Pra qëllimi i librit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, se me thënë finaliteti i agjerimit është devotshmëria. Në anën tjetër, agjerimi është mundësia edhe premisa
Për të arritur që ti mbash e që ti arrish e që të karësh sukses të këto dy beteja, edhe domethënë përballë këtyre sfidave ose si me thonë këtyre le të themi ato brenda muajt edhe brenda betejës, ata cilët nga njëherë domethënë të bëjnë karshëllok ose duhet garosh me ta, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Vlera Ramazanit, edhe vlera e neve si umet, edhe vlera le të themi ose tek muaji Ramazanit e brenda ti vlera që ndon pikërisht në ndërlidhjen e këtij libri, ndërlidhjen e këtij muaji me Kur'an. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Nuk e kuptoj asnjëherë domethënë finalitetin e devotshmërisë, edhe korrektësisë, edhe lehtësimit të agjërimit brenda këtij muaji, edhe në këtë kohë, i cili është si me thonë i përkufizuar, edhe i obliguar që të agjërojmë mon 30 ditë ose 29 në bazë të si me thonë të kohës ose të rregullave, gjitha këto i lehtëson edhe u jep kuptim edhe i kuptimson Kur'ani. Ne do mundohemi ligjëratën e tretë të shkojmë tek mesazhi i dytë që na jep surja Isra për Kur'anin, sepse për Ramazanin mirë po, do mundohemi ta plotësojmë edhe pak këtë mesazh të parë i cili realisht është më madhështor. Dhe nëpërmjet tij si më thon marrin kuptim edhe gjithë ato mesazhe të tjera. Deri atë ju rujtje malli Zot e faleminderit shumë.